Atmosfera festive e ditës së verës ka përfshirë edhe këtë vit Mallakastrën, duke kthyer qytetin në një qendër të gjallë argëtimi, muzike dhe tradite. Përgjatë bregut të liçenit të Ballshit, qytetarët të gjitha moshave janë bërë pjesë e aktiviteteve të shumta, të organizuara nga bashkia duke i dhënë festës një gjallëri të veçantë. Programi kësaj dite ka nisur që në orët e para të mëngjesit me panairin e shkollave art dhe zeje, ku nxënësit kanë ekspozuar punimet e tyre kreative dhe kanë sjellë një copës tradite dhe talenti për vizitorët. Festa ka vijuar me aktivitete sportive si ndeshje volejbolli dhe gara me biçikleta, të cilat kanë sjellë energji dhe emocione për të rinjtë sportdashësit. Një nga momentet më të veçanta ka qenë ekspozita e makinave retro dhe parada e motorrave nga Vespa Club, që ka tërhequr vëmendjen e shumë qytetarëve dhe vizitorëve. Mes pjesëmarrësve në garën e motorrave retro ishte edhe aktori Marius Dervishi, i cili u shpreh i emocionuar nga adrenalina dhe atmosfera festive që ofroi dita e verës në Mallakastër. Era parë që vi në Mallakastër, domethënë që vi tamam me vizitu vendin se për t'kalu kam kalu, po u bëra kurioz lidhe me këtë aktivitetin që zhvillova, që ka qenë interesante atë. Hymë motorrave dhe erdhëm nga Tirana këtu. Si ju duket? Po si ju duket, mendoj që ja vleti rruga, shumë bukur. Ky organizimi tepër i veçantë, njerëzit shumë pozitiv, edhe that's it. Në këtë fest nuk kanë munguar edhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror, mes tyre kryebashkiaku Qerim Ismailaj dhe deputeti i zonës Klevis Jahaj, të cilët janë bashkuar me qytetarët për të ndarë gëzimin e kësaj dite. Koncerti me këngëtar live, aktivitetet kulturore dhe gastronomia tradicionale kanë plotësuar mozaikun e kësaj feste, duke krijuar një atmosferë plot ngjyra, muzikë dhe buzëqeshje. Kështu, 14 marsi në Mallakastër është ndërruar në një ditë të paharrueshme për të gjithë pjesëmarrësit, një festë që bashkon komunitetin dhe sjell më pranë traditën, kulturën dhe energjinë e pranverës.